Franca, Italia, Spanja dhe Belgjika vendosin masa kufizuese për një kategori të caktuar transaksionesh në bursë. Njoftimin e bëri të njëjtën agjencia që mbikëqyr tregjet e aksioneve të Bashkimit Evropian pas 2 ditë luhatjesh të mëdha të bursave. Ky vendim hyn në fuqi me njëherë. Zyrtarët paralajmëruan gjithashtu shkëmbyesit e aksioneve në bursë që të mos përhapin njoftime spekulative me synim për të fituar nga shitblerit e aksioneve. Kufizimet kanë të bëjnë me bastet që vënë shkëmbyesit në bursë mbi ngritjen apo uljen e vlerës së aksioneve të një firme të caktuar. Kritikët thonë se kjo kategori transaksionesh është një nga arsyet e luhatjeve të mëdha që kanë përfshirë tregjet. Të martën e ardhshme presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kancelare gjermane Merkel takohen në Paris për të diskutuar mbi disa propozime për forcimin e strukturave financiare në 17 vendet e eurozonës. Dy udhëheqësit synojnë të dalin me një propozim për të stabilizuar tregjet financiare të Europës. Në takimin e posaçëm do të bëhet fjalë për përpunimin e propozimeve të përbashkëta për të forcuar drejtimin me politika ekonomike të eurozonës. Të dy politikanët e kishin bërë të ditur këtë në takimin e tyre të nivelit të lartë për Greqinë më 21 korrik. Propozimet do të jenë pjesë e projektit të grupit të punës rreth presidentit të radhës së BE-s, Herman Van Rompuy, i cili do të kujdeset për një menaxhim më të mirë të krizës në eurozonë.